Humbi gjyqi me Sajmir Kodrën dhe Eglaceno ka një paralajmërim për drejtësinë shqiptare. Nuk do të ndalem. Aktoria e njohur Eglaceno ishte e ftuar në emisionin Shqipëria Live, ku foli për karrierën e saj, gjendjen shëndetësore të nënës, debati me Ermal Mamaqin në Goca dhe Gra, si dhe gjyqi me Samir Kodrën. Fituesja e edicionit të 3 të Big Brother VIP 3 Albania u shpreh se do t'i shkojë çështjes deri në fund, duke paralajmëruar se do ta ankimoj deri në Strasburg. Unë jam unë, nuk ndalem në këtë histori, deri në hën, kam thënë unë. Deri në Strasburg nëse Shqipëria do jap vëmendjen që meriton çështja. Unë kam besim gjithsesi të drejtësia shqiptare. Kush është interesuar, të mos bëhet merak se i kam lekët për ankimim. Nuk është puna me më fale dhe të fala, u shpreh Ceno. Ndërkaq, lidhur me debati me aktorin Ermal Mamaqi në emisionin Goca dhe Gra, ku Ceno ka qenë pjesë e panelit në 2 vite. Ajo tha s'kam asgjë personale as me njërin dhe as me tjetrin. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.